Open your eyes, open your mind. We are the Winx. Winx, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Winx, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the Winx. It's a magic night. The sky is all blazing. New adventures are calling for us. Join the Winx. We can ride it loud. No time for hesitating. Bring color to the world with your imagination. Winx Club forever and ever. Winx, if your hand is holding mine, we can fly to space and time, and together we'll be surefire winners. Winx, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Winx, you magical Winx. Among the stars you are Winx. A mystical light of fire under the sign of Winx. Në betejën kritike, Bloom dhe klubi Winxave mundën ushtrinë e errësirës me ndihmën e mësuesve dhe të specialistit. Triksat djallëzor që organizuan të gjithë incidentin u kapën dhe me Gjiksi u shpëtua. Megjithatë, kjo ishte vetëm një provë drejt sfidave të mëdha që i prisnin. S'kam kohë, do mos zbulojnë me një herë. Mirë, ta shohim tani? Prit ta mendoj? Jo, prit. Duhet ta mendoj një sekond për këtë. Po, nëse shkoj majtash, fuqia do të... Jo, prit. Nëse them 3, ajo do të kthehet, magjia pastaj do të bashkohet. Po, kjo është. Pra nëse heqim këtë nga lëvozhga, jam shumë e bindur se mund t'ja mbathim nga ky vend i frikshëm. E po, shpresoj të jetë më mirë se sa 50 idetë tua të Digit para. dhe Pif do ndaloj në mes të rrugës. Digit nga e djatha dhe Pifi nga e majta. Unë do numëroj deri në 3 dhe pastaj të ndërojmë pozicionet dhe do bashkojmë magjin që të prodhojmë një magji të papritur që do të plashet mu në mur. Lëvizjet do të jenë të koordinuara dhe elegante, apo jo? Qetësi, pa vjen dikush. Kush mund të jetë? Kush e di? Kush është? Leila, je mirë? Mendova se të kishin kapur edhe ty. Po, ata më kapën. Nga ato kryeshat e tmerrshme? Feniksi po, megjithse për fat të mirë munda t'ja mbathja nga dritarja e qelisime. Jo, nuk e përre, kjo është shumë e rrezikshme. Si është Pifi? Mirë është ajo? Po, është mirë. Po duhet të kesh qenë shqetësuar për Në të. fund të fundit ajo shpiksi që është e lidhur me ty. Pif, nuk përshëndetet kështu një vizitor. Shiko lart. Po shiko kush ka ardhur. Ajo thashë gëzohet shumë që të shikon. Kështu duket të Faleminderit paktën. Digit, por nuk kemi kohë për biseda. Do na nxjerrësh jashtë apo jo? Nuk e di se si do t'ju nxjerr, por nuk do iki pa ju vajza. Jam shumë e dobët, nuk më ka ngelur asnjë fuqi. Mendoj se Drini është e muri. Atëherë, ndoshta...
Do t'je mirë. Feniksi më mori disa nga fuqitë e mia, vetëm kaq. Duhet të dalim me njerë prej këtu. Po krati kemi të mbuluara me ato katranin e keq dhe nuk mund të fluturojmë. Jeni gati të gjitha? Po! Kjo s'është mënyra e duhur që një piksi të udhëtoj. Shtëruese. Nuk do të mund të kërcej dhe kështu jam shumë e dobët për të fluturuar. Le të gjejmë shkallët. Vajza guxoi të arratise nga fortesa ime. Ato piksit e pavler, mendoni se do të jeni më të sigurta me të? Por e keni gabim. Dhe sa për ty, zani vogël, unë do të ndaloj me përpinçat e mi hirë. Ngrihuni o banorë të hijeve. Dijeni thirrjen e padronit tuaj. Preja juaj është drejtuar për nga hyrja kryesore. Doni ç'të doni me vajzën, por piksit i dua të gjalla. Pozitive, arritëm në nivelin kryesor. Tani mund të dalim që këtej. Qëndroni të gjitha në pritje, ndërkohë që unë do ndes dorashkat e të dhënave që do më ndihmojnë që të vendos. Oh, nuk pas ka korrent. Unë mendoj se ajo është dalja për magjia ime po dobësohet. Ashtu është. Unë nuk jam shumë mirë. Nuk po flas dot më. Kjo më kujton se e dini ju që... Çata, nuk është koha e dur kjo. Do flasim më vonë, mirë? Hikunja! Ti mos festojmë akoma. E po të paktën mund t'i japim Leilës guxim. Pa, forca Leila, forca! Vajzë hutaqe, ti nuk e fuqit të rish në këmbë. I vazhdo piksit të. Kur, nuk do t'ju lejoj t'i marrësh. Kjo trimëria jote më duket e kotë. Por s'ka gjë, ka ardhur koha të paguash për gabimet e tua. Si ka mundësi, ti duhet t'i ishe e dobët. S'është ka që le të mundësh një zan. Vërtet? O jo! Jo! Lam të mirë, zane. Askush nuk mund të mbijetoj kur bie nga kjo lartësi. Wow! Gjithçka duket për bukuri. E gjithë Alfea po bëhet gati për festën. Të tjerët nuk e di ku mund të jenë. E, ja ku është Tekna. Edhe 2.54 metra. Kiko, shiko, Muza është e zënë me muzikën. Duket shumë bukur, a? Hej, Muza, ose ke parë gjë Florën?
Po, ajo është me lulet e saj, sigurisht. Ç'kemi, Flora? Ky vend duket I mrekullueshëm. Këtë herë ja kalove edhe vetes tënde. Shtu mendon vërtet? A të duhet ndim? S'ka gjë, e kam gjithçka në kontroll. Me po atëherë ndoshta Stella do ketë nevojë për ndihmë me Korin. E ke parë gjë? Herën e fundit që dëgjova diçka nga ajo, më tha që do bënte diçka shumë të rëndësishme. Përse tani? Më bënte kur e provova te dyqani? Përse më ndodhin mua tërë këto gjëra? Stella, a je mirë? Jo, nuk jam. Çfarë rëmuje? Tregohu shoqe tani dhe eja më ndihmo. Stella, po çfarë ndodhi këtu? Shiko, mu deshën më shumë se 2 orë për të zgjedhur fustanin e përsosur. Dhe tani na del se nuk më rri mirë. Pastaj mora këtë tjetrin, por më duket se e grisa. Të lutem Blum, më Stella, ndihmo. po si mund të të ndihmoj? Ti je ylli I modës. Apo të duhet magjia ime e zjarrit për të pastruar dhomën tënde? Nuk është ky problemi. Shiko, duhet të ndihmoj ndonjë që ka me të vërtet nevojë. Jo, Pafshim. Stella, rrobat e tua janë mirë. Duhet vërtet ndihma jote. Ti mund të veshësh çfarë të duash, të rrish shumë bukur të gjitha. Por ka kaluar një kohë gjatë që s'kam qenë në një fest me Brendonin. Kam harruar me çfarë fustani më ka parë veshur. E po me që askush nuk ka nevojë për ndihmën tonë, do merreni me këta kikirikët. Ha? Çfarë ishte ajo? Hej, ti atje! O sa I bukur je! Mos u shqetëso, nuk do të bëj gjë. Qenë ke një kafshë shumë e bukur magjike. Eja, ngjitu këtu djalosh I vogël. Hej! Hej, prit! Nuk mendoj se kam qenë këtu më përpara. Nuk e di se ku jam, por mendoj se po I afrohem kullës ju perëndimore. Vëbase do t'jetë futur diku këtu. Po ku shkoj? Duhet të ketë kaluar përmes murit, ë? Një derë. Ai duhet të jetë këtu. Wow! Çfarë ke për të thënë për veten? Ky vend qenë ka I pabesueshëm. Biblioteka e Alfeas nuk është asgjë krahasuar me këtë vend. Pse nuk kam dëgjuar kurrë më parë? Kjo është sepse nuk duhet të di askush për të. Pa shiko, në fillim ti bezdis Pixin tim Hippocampus dhe pastaj hyn fshehurasi në arkivin magjik të ndaluar të Alfeas. Po përpiqem shumë të mbledh mendjen për këtë. Unë jam Pixi Concorda dhe këto 2 kafshët magjike janë shokët e mi. Sa të bukur! Ime të kujdesem për arkivin magjik në emër të Faragondos dhe të masi lëta afron ata nxënësit Romujaçin. Duhet të iki? Të paktën prezantohu. E po mua më quajnë Blum dhe erdha pa dashje këtu. Por, hey, çfarë është një I Pixi? dashur, ne Pixit jemi qenie magjike dhe shpesh ndihmojmë zanat për të luftuar kundër së keqes dhe ta kryejnë magjinë e tyre. Ju I ndihmoni zanat? Në fakt disa zana dhe Pixit formojnë lidhje të thella, duket sikur bien në dashuri, pastaj bëhen një çift I pandashëm. Si motra binjake. Me të vërtet? Këtë ne I quajmë lidhje dhe është një gjë shumë e veçantë për një Pixi. Atëherë edhe unë dua të kem një Pixi. Po ti, mos je E lidhur me Faragondon? Jo. Unë jam e lidhur me arkivin. Po nuk ndihesh e vetmuar? Je E lidhur me një dhomë? Jo, unë. Pastaj kam kafshët magjike që më shoqërojnë dhe më kthejnë humorin. Ato quhen kafshët Pixi. Ato jetojnë me ne dhe na japin huaj talentet e tyre. Wow! Jo, ora! Çfarë ka? Te lashe, do të bëhem vëmë për në fest. E po ik atëherë. Shoqet e tua duhet të jenë duke të pritur. Festa është duke filluar. Kjo është qesharake. Nuk e kuptoj pse po vonohet kaq shumë Blumi, vajza. Lodha duke pritur. Në fund të fundit jam unë ajo që duhet të vi gjithmonë vonë. Më falni, jam me vonesë. Asnjë minutë më shpejt. Çfarë të ka ndodhur? Mirje? Po, Flora, por mendoj se sapo theva rekordin në tokë për ndërrimin e rrobave. Faltikos. Ha pra si dukem, mirë kam flokët?
A mund të them diçka? Sigurisht, mos e ka faj fundi, sepse unë nuk përpoqja, por... Mos të dhis një minutë, zemër, ka një arsye që unë jam Zana e bukurisë. E njini këtë tingu? Duken si specialistët. Nxito, Stella. Prit pak, nuk mund ta bëj kaq shpejt një punë të mirë. Ata po vinë. Kush? Kur? E çuditshme. Jam e bindur se dëgjova diçka. Edhe mua. Thua se mund të gabohemi të dyja? Hej, çon kanë këtu? Sky! Forza, Brandon! Rritemi po pak I goditi. Ndoshta. Ai po u tregonte djemve një teknik të re. Ç'kemi? Forca Sky. Ti e ai që thoshe se duhet të luaj kështu. Sky, mirë je? Po sigurisht që po. Pastaj një ulje e mirë do të ishte shumë e parashikueshme, nuk mendon kështu? Oh. Është Timi. Hej vajza, gëzohem që po ju shoh. Mirë se erdhe në Alfea, Timi. Pra ju djema bët gjithë këtë rrugë që të na takoni? Jo, erdhëm për të parë tyrje drite. Më duket se do të fillojnë. Atëherë le të ikim përpara se të humbasim diçka. Mirë se erdhët nxënës dhe profesor. Pas një lufte kundër ushtrisë errësirës, duhet bërë shumë punë për ta rregulluar shkollën dhe t'i kthejmë lavdinë e dikurshme. Dhe nëse arritëm ta bënim këtë, meritën më të madhe e ka përpjekja e një zane trime, Bloom. Bloom, të lutem, eja këtu përpara në sken. Wow, Bloom, kjo është e mrekullueshme. Shko, Bloom. Ata po të presin. Jo, prisni një sekond. Pa, kështu je më shumë natyrale. Tani je gati të dalësh në sken, shoqja ime e dashur. Në asnjë mënyrë, ne jemi Wingsat dhe jemi të gjitha bashkë në këtë punë. Nuk mund të kisha bërë asgjë pa ju, vajza. Vërtet e Ashtu është. Do shkojmë të gjitha në sken. Mere, mbaje këtë mirë. Dhe tani e deklaroj të hapur shkollën e zanave Alfea. Shpresoj që të jetë kështu I gjithë viti shkollor. Edhe unë. Ju do më tregoni vendodhjen e fshatit të piksave. Nuk e autorizuar për të hyrë në të dhona tona. Vërtet? Hej, lëri të shetë shoqën time, ti trashaluq. Shumë mirë. Shkëlqyeshëm, tani mund të ndjej forcën e fuqive tuaja. Magjia juaj është e imja, dhe tani është radha juaj. Do të merrem një nga një me të gjitha ju, derisa të më thoni ku është fshati juaj. A ti e keni fshehur kodeksin, apo jo? Lëri të qeta. Tani flisni! Ose vuani! Bloom, ti je shumë e heshtur. Është gjithçka në rregull? Jam shumë mirë, Sky, vetëm se kalova një aventurë të vogël. Çfarë? Ishe në telashe dhe nuk thire princin tënd të dashur që e ke pranë? Në fakt jo, sepse në të gjitha aventurat ka përbindshë. Çfarë ndodhi? Po në fakt është një histori e çuditshme. Dhe në një farë mënyrë premtova se nuk do t'i tregoja askujt. Hey, atëherë unë për ty që kam një askush? Dhe mbi të gjitha, ajo kishte veshur një bluzë shumë të shpifur, 3 masa Kam në më të madhe. se këtë vit do të mësoj të vërtetën për prindrit e mi natyral. E po, mund të mbështetesh te ndihma e specialistëve. Ajo kapela e kuqe e bënte të dukej si një zjarr populak. Pa shikoni kush është këtu. Mund të na thuash ku ishe fshehur? Tekna po më mësonte se si të masa stimuluesin. Po, ashtu është. Mos duhet I shtoj ndonjë gjë në këtë pikë. Po, ti gjithnjë e thua. Stella është ajo që e thot gjithmonë fjalën e fundit. Na falni vajza, po bëhet vonë tani. Ne duhet të kthehemi për të shatërvani kuq.
Hey, Bloom. Po? Ka diçka që nuk shkon me pemët. Mirupafshim, djema. Çfarë po bëni? Ku po shkoni? O zota, je mirë? Bloom, a është mirë ajo? Është mirë, vetëm se është pak e lodhur. Hajde pra, qohu tani. Duhet të ngrihesh. Çfarë është ajo? Duket si një piksi. Ashtu është. Kjo është një piksi. Por pse ajo e ka një piksi? Kush është kjo vajzë? Dhe çfarë mund t'i ketë ndodhur? Në episodin tjetër të klubit të Wingsave, Blumi dhe të tjera ndihmojnë shoqen e tyre Leila të kalojë përvojën e hidhur. Ndërkohë, shfaqet kafsha misterioze dhe krijesat e diallit. Ato kthehen të bëhen shoqe të ngushta të Wingsave.